Gruaja që u varros nga Ariu më ruajti për vaktin tjetër. Një grua e cila u varrose gjallë nga një ari ka folur për herë të parë që prej sulmit. Ariu e varrosi të gjallë nusen Natalia Pasternak, duke e ruajtur për vaktin e radhës. Kafsha nisi të më shqyente këmbët, tha Natalia. Në atë moment mendova, nëse më shqyen këmbët, do mbetem sakate gjithë jetën. Më mirë të vdes se të bëhem barë për fëmijët e mi, tha ajo. Një video e realizuar nga gjuetarët në Siberi tregon momentin kur ata zbulojnë nënën e 3 fëmijëve të mbuluar me gjak. Ariu me sa duket kishte menduar se 55 vjeçare kishte vdekur. Qeni gruas lehu duke tentuar të lajmëroj gruan, por pa efekt. Ajo fillimisht mendoi të vraponte, por më pas ndaloi. Një shoqe që ishte me të ja doli të arratisej dhe njoftoi forcat e sigurisë. Pavarësisht këtij tmerri, nuk u çmenda. Një lutje më ndihmoi. Kur erdhën njerëzit, pyetja e parë që u bëra ishte nëse e kishin vrarë Ariun. Pasi i konfirmuan vrasjen, ajo u tha: "Më nxirni nga këtu." Tani ajo mund të grihet dhe ecën pak me ndihmën e vajzës.